ishte e pabesueshme edhe për mua që besoj që nuk ka më çfarë më surprizon. Duket se përplasja me Selisa Spiropalit dhe Edi Ramës, e sidomos Belinda Ballukut që është rreshtuar në një krah me të, nuk do të njohë më kthim pas. Këtë të premte, ish kryetarja e kuvendit dhe ish ministrja e jashtme e shkarkuar, ka bërë një nga radiografit për humnerën ku po rrokulliset Partia Shtet. Një parti e gjallë, po zëvendësohet nga një strukturë fosile ku gjithçka filtrohet përmes emërimeve okulte. Drejtorokracia është kthyer në mënyrë funksionimi. Ka zëvendësuar politikën me administrim besnikërie, ka shkruar ajo në një shënim në Facebookun e saj. Për çdo që e lexon, ajo është një nga kritikat më të ashpra kundër Edi Ramës, me të njëjtin alarm se gjërat po shkojnë keq. Por Spiropali duket sikur shqetësohet për demokracinë e brendshme në PS dhe për segmente të pushtetit që komandojnë në mënyrë antiligjore shtetin. Në statusin e saj, ajo ka folur për institucione që punojnë jo sipas ligjit, por sipas vullnetit të pak njerëzve, që zhndrohen në instrumenta presioni. Në këtë pikë, çdo biznes, çdo media, çdo individ e kupton se nuk është më përballë një shteti, por përballë një makinerie të pashpirt që mund të përdoret kundër tij. Nisur nga këto indicie, një burim nga drejtoria e tatimeve tha se një grup kanë marrë urdhër të ushtrojnë kontrolle në bizneset e bashkëshortit të Spiropalit dhe familjarëve të saj. Ne nuk na u tha se ku do të shkonim, vetëm kur mbërritëm tek biznesi, e morëm vesh se kjo kishte lidhje me Elisën, por urdhri është urdhër. Burimi ka treguar edhe foto nga kontrollet dhe nga rrëmbimi i kompjuterave nga zyrot. Realitetit ku institucione publike me fytyrë personale përdoren si hanxhar për të friksuar, pjesa e ndershme e administratës detyrohet të zbatojë urdhra të paligjësor. Pas sulmit mediatik, erdhi edhe dërgimi i tatimeve nga njerëz që komandohen prej Ballukut. Nuk kam frikë nga sulmet. Heshtja është gjithmonë opsioni më i lehtë. Në PS po qarkullon ideja se Rama kërkon t'i jap një mburoj politike Belinda Ballukut, duke i ngjitur në rangun e numrit 2. Për mua kjo nuk është një çështje personale, është një detyrim për të thënë se shumë çka duhet ta bëjmë më mirë.